Si funksionon Bashkimi Evropian? Një vështrim mbi institucionet kryesore. Bashkimi Evropian funksionon përmes një sistemi institucional të rregulluar nga traktatet themeluese. Kata institucionet kryesore bashkëpunojnë për të përcaktuar agjendën politike dhe për të miratuar ligje. Ndërsa 3 institucionet e tjera sigurojnë drejtësinë, stabilitetin financiar dhe kontrollin e buxhetit. Komisioni Evropian përfaqëson interesat e përbashkëta të BE-s, ka të drejtën e iniciativës për të propozuar ligje të reja, menaxhon politikat e përbashkëta dhe buxhetin, si dhe siguron që shtetet anëtare të zbatojnë sakt legjislacionin evropian. Parlamenti Evropian përfaqëson drejt për drejt qytetarët e BE-s, të cilët të zgjedhin aty me votë. Së bashku me Këshillin e BE-s, Parlamenti marr vendime për ligjet evropiane dhe miraton buxhetin e bllokut. Këshilli i Bashkimit Evropian përfaqëson qeveritë e vendeve anëtare. Këtu mlidhen ministrat e linjës për të miratuar ligjet dhe për të koordinuar politika. Vendimet merren bashkërisht me Parlamentin Evropian. Këshilli Evropian përbëhet nga krejat e shteteve ose të qeverive të vendeve të BE-s. Ai udhëhiqen nga një president me mandat 2.5 vjeçar dhe ka për detyrë të përcaktojë drejtimin e përgjithshëm politik dhe prioritetet e BE-s. Ky institucion nuk miraton ligje. Pra, në parim ligjet e reja propozohen nga Komisioni Evropian dhe miratohen nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-s për të zbatuar më pas nga shtetet anëtare. Europa po ashtu ka dhe 3 institucione mbështetëse, të cilat janë Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian, që siguron që ligji i BE-s të interpretohet dhe zbatohet njësoj në çdo vend anëtar. Banka Qendrore Evropiane është përgjegjëse për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe menaxhimin e politikës monetare. Gjykata Evropiane e Audituesve funksionon si gardian i pavarur i financave të BE-s. Qëndroni me Storm aty ku informohesh saktë dhe shpejt.